Përshëndetje të nderuar kudo që jeni, ju përshëndes nga zemra dhe ju bëj thirrje që të abonoheshit në kanalin tim. Islami është ndryshe, unë jam Hidayet Fetahi, jam ekonomist përkthyes dhe interpret interkulturor dhe teolog musliman, për të cilën unë këtu në Zvicër kam kryer studimet e larta islame dhe kam marrë titullin e masterit, pra kam kryer studimet master në teologji islame. Prandaj për ata të cilët ndonjëherë ndoshta mund të kenë kurreshje, kush është ky person i cili flet në emër të islamit, kush është profesioni i tij dhe çka ka ky të studiuar për islam, rreth islamit dhe me islam. Andaj sot dua të flas diçka që dua të besoj, shpresoj se nuk është e rastësishme, se ju gjithashtu keni mund të dëgjoni apo edhe lexoni ndonjë artikull ku për shembull flitet për temën rreth halalit apo haramit, rreth të lejuarës apo të ndaluarës, dhe kur është në pyetje kjo puna e halalit, sikur klerikët fetar musliman apo hoxhallarët, si themi ne, janë disi, edhe pse ata pretendojnë se e kanë një lloj durimi, por ajo është vetëm verbalisht dhe në mënyrë oratorike, kurse në praktik ata janë më të nxitueshmit, më të shpejtit në paragjykim, dhe kur flasin ata në lidhje me të lejuarën e thonë edhe këtë. Po e citoj: Allahu nuk e pranon lutjen e personit i cili fitimin e tij e ka fituar apo pasurinë e tij e ka fituar me haram ose në mënyrë jo halal. Mirë, deri këtu e kuptueshme, por parashtrohet pyetja: këta persona të cilët pasurinë e tyre nuk e kanë fituar me halal, dhe ajo botërisht dihet, sepse ne veprojmë në mjedise ku edhe njëri me tjetrin njihemi, jemi në komunikim, ose kemi marrëdhënie miqësore, familjare, marrëdhënie komshi, po edhe pse jo, edhe marrëdhënie biznesi. Dhe ne njihemi. Dhe pyetja ime është, si ka mundësi që për personin për të cilin thuhet se nëse i lutet Zotit për ndonjë XY lutje që ai e ka ndaj Zotit krijuesit të tij, dhe nëse Allahu nuk ja pranon sepse ai vepron apo bën apo ushtron veprimtari e cila është e palejuar, nuk është halal. Por pyetja, si ka mundësi që paratë e këtij personi, që pasuria e këtij personi, që sadakaja e këtij personi, që zeqati i këtij personi të pranohet bile edhe nga institucione fetare. Kur them institucione, atëherë ju e dini kush janë ata. Janë xhamit, janë bashkësitë islame, janë myftinit e kështu me radhë. Përveç se janë edhe persona privat. Por ajo privat le të ngel mes atij dhe personit. E si ka mundësi që Allahu i plot fuqishëm këtij personi nuk i pranua ka lutjen, që unë pajtohem plotësisht, që një gjë e punuar, e vepruar dhe e ushtruar në mënyrë të palejuar, dhe nga ajo të nxirret fitimi dhe ky fitim pastaj të shmërndahet diku tjetër që ka absolutisht konotacion, lidhje direkte fetare, që është xhamia, bashkia islame, miftinia, komuniteti musliman, e kështu me radhë, sadakaja, zeqati. Si ka mundësi të pranohen paratë nga këta persona? Dhe bile të jepet edhe fetva se këta para janë të mirë se ardhura, në qoftë se personi ka dëshirë që të ndërtojë xhami, në qoftë se ka dëshirë të
të blejë ose të marrë pjesë në ndërtim në blerje të xhamisë, në financim të xhamisë, qofshin ato lloj aktivitetesh brenda xhamisë që kushtojnë para, që duhet paguar, dhe personi i cili e fiton fitimin e tij, paranë e tij, pasurinë e tij në rrugë jo halal, paratë e këtij pranohen, por lutja e këtij që i bëhet Allahut një fuqi plot nuk pranohet ka. Pse atëherë xhamia, pse atëherë Bashkia Islame, pse atëherë komuniteti musliman i pranon pasuritë e këtij, e pranon paranë e këtij, e pranon kapitalin e këtij, që ki e derë në xhami, në mbledhje, në konferenca të ndryshme, në evente të ndryshme, organizime të ndryshme. Tani e kemi mu në ardhje të shpejt ose të përafërt, pas një muaj do ta kemi muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe ju do e shihni se sa iftare do organizojnë këta persona të cilët ushtrojnë veprimtari, apo nëpërmjet punës që e bëjnë, veprimtarisë që ushtrojnë, ata kapitalin që e fitojnë, mbi gjismën e saj e kanë të palejuar, e kanë jo halal. Çka? Shesën alkool, shesën mishderi, apo çka janë ato veprimtari? Ku shitet alkooli, ku konsumohet alkooli, ku pihet alkooli, ku paguhet, ku blehet alkooli, kush janë ata vende? Kush janë ata veprimtari? Dhe kush janë ata biznise? Unë nuk duhet këtu t'i them me emra, sepse ju e dini shumë mirë, po mu në ato vende, mu në ato ku aty pra ku pihet, ku prodhohet, ku shitet ai alkooli, aty do të organizohen edhe iftare, o të nderuar, ose qohet ai zotnia, ai bosi, ata them, i restoranit, i hotelit, i ku ta di une, dhe shkon edhe paraqet një, si me thonë, një shërbim, ose parashtron një shërbim, dhe e thirrën të gjithë komunitetin e xhamisë në iftar, e paguan një iftar, organizon një iftar. Ose ka nevojë për shembull për të financuar diçka në xhami. Kapitali i këtij është gjithnjë i mirëseardhur, askush nuk e pyet nga e ka fituar. Çka është me rëndësi, le t'i sjell. Ata i marrën me çka? Me duar të hapura. Përqafohen me këtë personin, e ulin në krye të odës apo të dhomës. Ai e ka fjalën kryesore, jo ai që është fukara dhe që mundohet i shkreti ta jap një kontribut sa do pak modest rreth atij institucioni të quajtur xhami, ose rreth fesë së Allahut Islamin, ose ai vet fukara, po mundohet ndonjë fukara që është edhe më fukara se ai ta mbështes, ta përkra, qoftë financiarisht, qoftë me ndonjë ndihmë tjetër. Ki shikohet ose nuk shikohet fare, kthehet koka në anën tjetër. Kurse ky, i cili është në një pozitë që ka para dhe që ka kapital, por që i fiton me çka? Me shitjen e produkteve, me shitjen e mallrave, të cilët në Islam decidivisht, në mënyrë të prerë, janë haram, janë të ndaluar. Kush është ajo? Alkooli, mishi i derit dhe kamata. Edhe se në qera, po të përqendrohemi këtu, ku e kam temën, për të cilën dua të flas. Pra, decidivisht, në mënyrë të prerë, këtu nuk ka diskutim. A është apo s'është, një pjesë dietarëve islam thonë jo, disa thonë po ka një konsenzus, një ixhma. Jo, këtu s'ka as konsenzus, këtu janë të gjithë unanim, të gjithë janë unik rreth kësaj ndalese. Alkooli, kamata dhe mishi i derit janë të ndaluar në Islam, prerazi. Dhe personi i cili ushtron një veprimtari të tillë ku ai e shet këtë, që konsumohet brenda hapësirave ku ai punon dhe vepron. Dhe nga kapitali i fituar, ndërton shtëpi, jep parë në xhami, blen xhami, financon xhami, financon Bashkia Islame, ku ta di une, e tjera. Dhe çka? Në këtë rast pranohet kapitali nga personi, në fjalë. Por, kur është në pyetje dersi, Allahu nuk e pranon lutjen e këtij personit, sepse ki mund t'i lutet Zotit, por e ka fitimin me jo halal. Ki nuk e fiton pasurinë e tij me halal. Prandaj Zoti lutjen e këtij nuk do ta pranojë. A kemi këtu një kundërshtim, një kundërthënie?
në mes këtyre di dukurive, di fenomeneve? Absolutisht se po. Për mua personalisht, këtu asë që më shkon mendja unë të bëj rolin e gjykatësit. Se kush e ka dhe ku e ka vendin. Asësi, por mu më pengon fenomeni, mu më pengon dukuria, e cila gjithandej është e përhapur. Dhe heshtet, kur është në pyetje çka, për krahja financiare, qoftë e grupeve, qoftë e institucionit të quajtur xhami, miftini, bashki islame, e XY, por se në anën tjetër, kritikohet fenomeni i cili ka të bëjë me halal dhe haram. Andaj kur ne e dim dhe jemi të sigurt si besimtar, musliman, se një gjë e tillë është ndaluar prerazi në Kur'anin fisnik famlar, atëherë edhe kur të vi personi që ti deponoj dhe ti jap paratë e tij apo kapitalin e atij, atëherë ne duhet t'i themi, zotni, na vjen shumë keq, por paratë juaja nuk mund t'i pranojmë. Ju keni të lexuar. Tani, ku e di, mund të ketë, ndoshta një ditë, dy ditë, ku personi i cili nuk di çka të bëj petrodollarëve, princat e Arabisë, dalin dhe deklarojnë në për gazetat më prestigjioze të botës, para syve të botës, dhe e thonë, po të vi Messi, unë vetëm Messi, Lionel Messi, futbollisti më i mirë në botë momentalisht. Ai le të vi të luaj për klubet tona futbollistike, le të ulet, doja parashtrojmë çekun dhe ai le ta shkruaj shumën sa ai don. Vetëm le të vijë këtu te ne, të luaj futboll për ne. Kjo, a nuk është idhujtari? E në vend që ata, sheikat e tyre, ata hoxhollarët e tyre të merren me fenomenin që e kanë në shtëpi, ata na quajnë neve që jemi jashtë kufive të Arabisë, gjisëm musliman, nuk jemi ne fort musliman të vërtet. Vetëm ata na qengan. Ata e kanë, më falni shprehje, pislëkun në shtëpi, në oborin e tyre, në vend që ta pastrojnë oborin e tyre, ata i shajnë dhe i shpallin për qafira muslimanët që janë jashtë kufive të Arabisë. Kurse pislëkun e ateizmit, e agnostikëve, e njerëzve të cilët idolatri, idhujtari 24 orë ushtrojnë dhe veprojnë, ata i mbyllin sinjit për shkak se nga presioni që mund që vinë, ata e mbyllin gojen, nuk e qelin gojen, i mëshojnë samarit që ti më teket, që ti teket gomarit. Nga mëshojnë neve që ata atjeta ndalin. Jo, nuk e ndalin. Dhe kjo është total në kundërshtim me atë të cilën Allahu neve na urdhëron. Dhe në qoftë se ne deklarojmë me gojë dhe ne flasim e themi se jemi të islamit, për islam, jemi të Kuranit dhe për Kuran dhe dalëm dhe pranojmë ndihma dhe para të dyshimta, kur ne e dim se nga e kanë burimin ato dhe e dim se janë fiduar me jo halal, pra jo në mënyrë të lejuar, jo në rrugën e lejuar, që e don dhe e pranon Allahu, por për t'i përmbush këto apetitet e kësaj bote këto, për ta mbush edhe përmbush atë e cila neve pastaj na përmbush, ne e bëjmë edhe këtë e kabu. Por i mbushim rrjetet sociale, derset, me lloj-lloj thashë theme për të cilat nuk rrim gaditu. Dhe nuk jemi në gjendje t'i mshojmë tavolinës dhe të themi, jo, stop, nuk i pranojmë këto para. Këto para nuk mund të derdhen në xhami. Këto para nuk mund të derdhen në Bashki Islame. Këto para nuk mund të jepen komunitetit musliman, sepse janë të fituara në mënyrë në rrugë të palejuar. Pik, punkt. O sos puna. Por çka? Në qoftë se interesi dhe kur është interesi mbi besimin dhe mbi bindjen dhe mbi nënshtrimin dhe përkuljen para Allahut, e dominon të mirën, e dominon të vërtetën, e mbisundon të vërtetën, e mbisundon realitetin dhe çka? Gëlltitet me të dy duart. Por të thuhet dhe të fitohen klikime dhe që merret mendja atine
të cilët kur një flet të ndonjë libri nuk e lexojnë, është shumë kollaj. Dhe kjo mua më brengos. Dhe si unë, ka me miliona të tjerë. Dhe ka të atill njerëz të cilët anashkalohen bre, 24 orë vetëm e vetëm pse askujt nuk ja turblon ujtin, se gjithnjë mundohet të fitoj, të punoj me halal, të jetë i drejt, i sinqert, të jetë njeri i sjellshëm, të jetë në raport të pastër me Zotin dhe me të gjithë tjerët që e rrethojnë. Qofshin njerëz, qofshin kafsh, qofshin bim e qofshin shtaz. I ky pra, që kjo kategori, kjo, o të nderuar, anashkalohet 24 orë, nuk merret parasysh kur, kush merret parasysh? Bosat. Po edhe nëse e kanë fituar kapitalin në mënyrë të dyshim dhe që dihet sheshazi, botërisht, njihemi në mes njëri tjetrit, e njohim njëri tjetrin, nuk jemi nga planeti tjetër, përkundrazi, ai respektohet, i bëhet vend në krye të dhomës, i hahet fjala, bëhet kryetar, bëhet antar këshilli, bëhet drejtor, e çka nuk bëhet, vetëm e vetëm pse? Pse i ka do pare, pse e ka një kapital, e si e fiton, e si e ka fitu, kjo hiç nuk ja çan kokën, as që i bën përshtypje të nderuarit hoq apo të nderuarit institucion. Dhe kjo është ajo e cila neve dikur ka të na kushtoj shumë. Mbajeni mend se kështu janë fundosur edhe para neve popuj, komunitete, grupe e sundimtar e pushtetar, që atëherë kur i kanë shkel me këmbë rregullat hyjnore dhe karshi botës janë treguar se janë besimtar, se janë të devotshëm e musliman, kurse me punët dhe veprimet e tyre kanë qenë gjithçka tjetër, po jo besimtar të vërtet. Ju përshëndes kudo që jeni, në qoftë se videoja ime u ka pëlqyer, uroj që të ma bëni një pëlqim ose edhe të abonoheni në kanalin tim, që të shihemi përsëri. Përshëndetje, Zoti qoftë me ju, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, kudo që jeni. Ju përshëndes nga zemra. Mirë u pafshim në video të radhës.